Hejo, mi se keni ardhur gjithve në kanalin Matrierisi Eri Gaming. Sot do ta luajmë lojën Franca vs Suedia, jam vetën. Pra do ta luaj vetën, unë jam Franca, do të luaj kundër kompjuterit, kundër Suedis dhe shikim të këndshëm. Ja, pra me qëtu jemi kthyer me lojën Francë vs Suedi. Ta shohim se kush po fiton. Por mu më mërë që fiton Franca në realitet sante, sa Franca ka mundësi dhe ta fitoj dhe botrorin. Po ma shruani ju në komente si mund të mbaroj loja Francës së Suedi. Komenti parë që ja që lanë e ka një dhurat. Ne kemi hapë këtë kanal me një shok temi në kamë në Eri, por ajo është në punë, s'ka mujtë marrë me lojën Francës së Suedi, por do ta kemi këtu në lojë tjera. Falni, patëm një problem. Vazhdojmë. Kemi due. Dhe kjo një për lojtarëve më të mirë Francës, offside në duket. Jo. Sone. Shuk. I ndala i topin. Ju lut na me ba share accountin e ri. Channelin e ri. Dhe që t'i bëjmë 50 subscribe dhe futemi live. Këtu do të matë live edhe një turnir 250 euro të une, live stream që do të luhet në Kosovë kur shkoj, futbol në realitet. Muni me pa lojën live. Manuali lojën. Suedia ka disa lojtarë të fortë. Edhe Suedia së në shaqet ka Alexander Isak, ka këtë good players. S'fall për Isakin në rasi gol. Një me 0 për Suedin. Kom qitë kompjuterin profesional, që e më konë të qësh ma njejt. Si më konë të lujtë këndër erit. Ta e muni gjithë po nejse. Nga shtatori do t'ja fillim dhe me video me PUBG Mobile, me shkrinca, turnamente, VS, TDM, me ekipën te me BFN Sports. Linkin e keni description Discordit që kemi serverin tonë Discord, qeli me shkrimca apo turnamente. Se na e kemi lanë një PUBG-n, dhe me thonë deri një shtator. Se ta është vera dhe e vërtet verës unë luat shumë ashtu. Por ne kemi një qëllim tash që t'ja apisim 50 subscribe sa më shpejt. Sa më shpejt, okej miq. Kemi këtu. A do të kthehet loja apo jo? Qka ka mbrojt? Maginian. Një prej portierave më të fortë për momentin mbërtëror, Maginian. Shpresoj që sot të fitoj Franca, unë vetë jam me Francën, Suedinës. S'më kom por. Por unë e kam qef që të fitoj botërore në Portugalia. E dini ju pse Cristiano Ronaldo e keni edhe të foto e profilit, qanelet, shijet. Kemi edhe Messi, është një lojtar edhe ai i fortë, por unë jam fan si Ronaldos.
punjëshët nga Ryan Cherki. Ousmane Dembele që shënoi 3 golla, një lojtar mjaft i fortë dhe mendoj se do ta fitojë edhe këtë vetë Ballon d'Orin. Si t'je bëjmë 50 subscribe, do të kemi dhe live mes me Herionit, që do t'a bëjmë live stream të lojën. Do të flim dhe me dënime, poliste. Si po shihet Suedia, do me na mund. Bernard Hansen, pa në emër. Hajde bre. T'ja kthejmë rezultatin, se shina me u Franca kundër Suedis, edhe në realitet. Një janë apel ekipeve më të mira në Franca, që 2 botërore rresht të shumë finale. 2018 e fitoi, 2022 kanë humbi penaltia kundër Argentinës, Leo Messit. Francë zjarë të Leo Messit. Minuta e fundit dhe u kry loja mbaroi. Humbën kundër Suedis, s'kemi çfarë të bëjmë. Ma shuni komente rezultatin që mendoj që do të përfundoj sonte, Suedi kundër Francë në botëror dhe ju uroj ditë të këndshëm dhe mirupafshim.